të fundit për shkak të çmimit të naftës. Si u duken? Qëndron është mëse e vërtet. Po dëgjoj, me këtë gjendje më fale, me këtë gjendje që është krijuar këtu në neve, domthonë e vërteta nuk i vjen domun kombit, domthonë nuk i vjen mirë, sidomos për shembull kush po të them, ata që s'kan kushe, s'kan të ardhur, shtresa e mesme, që i kanë pensionet minimale, shtresa e mesme dhe shtresa e varfër. Nuk e përballon dot. Mire është, dakord, besa. Po, megjithatë si tha duhen të ardhur, po vjen të ardhur se me këto të ardhur duhet jetosh. Duhet jetosh me zonjë. Po si u duket ky ndryshim? Për shembull, Maqedonia, që neve tash kufizohemi, jemi komshi. Me Kosovën, sigurisht, sidomos Kosova një besat një shtet do të thënë që 20 vjet ka që çliruar ta marrë. Edhe kanë të ardhura, kanë kushte më të mira për popullin e saj. Ajo kupton tash. Tash një minutë, sonon, do me thënë këtu, tash po flasëm për punën e naftës, po, kuptoj. Do thesha këtë, që është 500-600 leka më pak, do të thënë, në Maqedoni edhe në Kosovë. Ndërsa këtu tash ndryshe bëhet propaganda, ndryshe veprohet, krejt e kundërta. Ju i përballoni dot këto çmime? Në asnjë moment, moj, ky është realitet, më që duket, kjo është mëse e vërtetë. Imagjinoja supozo sikur ti je shtinë. Besat në vend ku i thon të shoferit, tek mera. Plus mas andaj, ja atë, tamam, po me rastin e naftës, të karburanteve, me fjalë, janë rritur e çmimet kur i thon ushqimore, që kanë vajtur në stratosferë. Prandaj kjo sonon ta marrëveshi. Është me dhimbje, është me shqetësime të mëdha, edhe nuk je. Pa mundësi nuk e përballon dot me zonjë ta marrë. Me se, si të merret një pension për shembull 100.000 leka ose maksimum 150 më një. Çfarë do bësh me këto kushte, me këto të ardhura, me këto çmime, me këto tarifa që kanë vajtur me një pension minimal, automatikisht duhet ndrysh shteti. Po shteti e ka dorë, ai e ka timonin ta marrë. Administratën ai e ka deri në një ta marrë. Unë si popullet ne pas kemi dy supozojmë, ne s'kemi asnjë. Neve nisemi nga kjo anë. E di që, më në fund, e di që do të thotë, më falë, unë do të them vetëm këtë. Mos më intereson as pëseja, as pëdeja. Më intereson për shembull, është tash pëseja në këtë momente, në kryet qeverisjes tamë. Unë dua mirëqenie, unë dua pension, unë dua rroga, unë dua mirëqenie më zonjë, s'm duhet mua propaganda, as më intereson fare. E kupton tash ti, se me këto pensione nuk e përballon dot jetën ai ta marrësh. Ata Kjo është çfarë të them është mirim ta marrësh edhe varfëri. Varfëria këtu zhurur këmëk. Faleminderit. Apo jo. Po ju i përballoni dot këto çmime? As vetë tash. Tash çfarë të bësh në zuri? Problemi është se këtu ka shumë sindikata. Do të sindikat. Çdo parti ka sindikatën e saj. Kaq. Shikoni këto ndryshime her pas here, si u duket? Është gjithashtu, ata janë tërë shojke. Që nga spaku e populli janë. Dhe ata ku do të këtu në rrugë në Vlorë, Durrës, ata më palë kanë naftën, e pagojmë neve. Edhe tokat e ushtrentuar, lirimi, aty trevi ka dënimi, është vështirë, tokat për tëra. Po vështirë po një vetë afare. Ata unë ja ata partie, 6-5.000. Thonë, edhe s'ka fajt, edhe me naftën, edhe me familjar jam. Këtu ka vështirë të ushtë naftën në shofera, edhe në gjë normale. Është vështirë, sidomos për ne pensionistë. Është vështirë, po shqyqy zoti që nuk marrim edhe ilaçe të shtrenjta, se është gjë e vështirë. Që të udhëtosh sot drejt Tiranës, vajtja ardhje duhet të kesh në xhep 16.000 lekë. Po të marrë ta më shumë të ku dihet bëhet. Unë do ndryshoj çmimet ditën tjetër. Është e papërballueshme po thonë. Po jetojmë me sakrifica. Na ndihmojnë edhe familjet në migracion, shqyqy zotit i kemi të mbarë. Se po t'i kishim në rrugë të keqe, do kishim në tepër vështirësi. Po shtrenjtë shumë. A është e përballueshme për... Me sa do ta përballojsh? Si do përballoj? Se po tash kështu është. Kështu është në lufta tëra ato. Shiko, qytetarët janë përballur 2 herë me rritjen e çmimit. Një herë për shkak të prishjes së rrugës dhe një herë për shkak të rritjes së çmimit të naftës. Vështirë shumë. Vështirë, nuk përballohet. Neve unë jetoj në fshat, ato mallrat nuk na shkojnë. Vim nga jashtë, tëra, dhe fuqës e shumë vështirë. Nuk e përballon. Nuk e përballon. Faleminderit. Pensionistja, e një pension mesatar ka. Po si që e bëjnë këta, mos qoftë kur kështu.
Qytetarët janë përballur 2 herë me rritje të çmimesh, një herë kur u prish rruga dhe tani që është rritur nafta. Qoftë se deri dje paguante vajtjardi në Tiranë 14.000, tani duhet të pagoj 16.000. 16.000. Po e mirë është kështu. Ja çmojë një vej. Sa e vështirë son? Sa të dua që se vështirë, si domos për ne pensionistët. Që na kanë ikur e fëmija, vetëm mbytemi me çdo gjë. Nuk udhëtoni dot? Si do udhëtojmë ne? Me aq para. Pa spitali sa do? Ja u smura unë, të vetë në spital, kush për krahë? Para s'kam. Po përballeni me vështirësi çdo Me vështirësi të mëdha shumë bile. Faleminderit. Vetëm 400 pa kënaqur. Këta ko dalën. Ja të kënaqur. Mirë bajnë, Allah. Të kënaqur e një. Po ai ka bollë. Suni. Sa i kam gjetur këtu. Sot ka krijuar çeveri. Yhdysvaltojen Amerikasta Iranista.